kuptimin territorial në luftë, atëherë është Irani ai i cili duhet të komunikoj me qytetarët e saj dhe ndoshta edhe me pjesën e mbështetësve të saj, shteteve të ndryshme, në këtë formë që po komunikon, që të konsiderohet se marrëveshja ishte e vështirë, por ishte detyruese. Dhe njerëzit duhet përmend se nëse Irani vërtet nuk ishte interesuar për bisedime, fare nuk ishte ullur për të diskutuar pikat në cilat të SBA-ja i kishte ofruar dhe fare nuk ishte nisur sepse siç e dim, domethënë marrëveshjet apo jo marrëveshjet, por problem marrëveshjet i ka marrë para se të niset në Pakistan dhe se pati që janë analizuar me përshën udhëheqësit e iranianit, kryetari i kuvendit bashkë me ekipin e tij nisën në drejtim të Pakistanit. Mirë, t'i kthemi pak Rusisë dhe qëndrimeve të saj vazhdojnë ende të jenë të njëjta, Misha, qëndrimet e Rusisë karshi Iranit. Po, në ana diplomatike dhe deklaratave zyrtare që bën Kremlini, nuk ka ndryshime dhe oscilacione në këtë drejtim, domethënë shprehet mbështetja ruse për Iranin, nga ana tjetër, domethënë ka deklaruar zëdhënëse e Ministrisë Jashtme Ruse Zakharova që domethënë neve do të ndihmojmë Iranin me ndihma humanitare. Kjo ishte domethënë nënvizuar. Pra kjo tregon në një farë mënyrë që dhe nëse Rusia ndihmon Iranin me informacione apo me teknologji ushtarake, e bën këtë gjë në një formë jo shumë të hapur dhe goxha të kufizuar. Kjo për arsye të ndryshme, përfshirë edhe që Rusia është në hallin e vet me Ukrainën, prandaj nuk ka nge shumë të ndihmojë Iranin në mënyrë frontale. Pastaj ka dëshirë dhe mundësinë ndoshta për ta ndihmuar në shkallë të gjerë Iranin, duke mos dashur të le të themi të acaroj atë perspektivën e rregullimit të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka filluar të marrë vend në Rusi dhe një shpresë në këtë drejtim ekziston. Nga ana tjetër është Kina mendoj që ndihmon Iranin në mënyrë më të konsiderueshme, besoj që sidomos sistemet raketore kineze tashmë janë në Iran dhe gjithashtu informacioni nga Sputnikët e ndryshëm e ka lidhur Kinën me Iranin dhe aty mund të marrë më tepër informacione. Gjithashtu dhe Rusia flitet, të paktën disa mass media kanë deklaruar që Rusia ka paralajmëruar Iranin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të sulmonin, po këtë e dim gjithë në fakt, që do të sulmonin ishullin në ngushticën e Ormuzit, domethënë dhe do të zinin atë pikë kyçe ku kontrollohet, si thamë më parë, 90% e lëvizjes së naftës iraniane që shkon për eksport. E kemi parë në media ndërkombëtare është raportuar për një sulm të fundit të Rusisë ndaj Estonisë. Nuk ka qenë sulmi i Rusisë, ka qenë, domethënë kanë qenë një dron të Ukrainës që tashmë e kanë pranuar vetë autoritetet zyrtare balltike, sepse ka pasur dron jo vetëm në Estoni, por edhe në Letoni dhe Lituani. Këta dron, njëri aksidentalisht ishte përplasur me një oxhak të një objekti energjetik, një tjetër domethënë kishte futur dhe vazhdoi më tej rrugën në drejtim të Rusisë. Këto kanë qenë domethënë dhe pikërisht Rusia është, le të themi, e indinjuar të paktën sipas deklaratave zyrtare që vendet balltike kanë hapur ajrin për dronët ukrainës që ata të godasin në zonën e Shën Peterburgut dhe vërtet atje ka pasur bllokim ajri, ka pasur pezullim avionash në aeroportin e Shën Peterburgut dhe goditje të objekteve të infrastrukturës dhe një, le të themi, kantier punimi ku remontohej një akullthyese. Do me thënë është goditur me dron, pra këto dron kanë ardhur nga Ukraina në drejtim të detit Baltik, pra në Rusi. Qartë, kthehemi edhe një herë tek Elezi, mund të ketë përshkallëzim të situatës dhe si do ndikojnë gjitha këto zhvillime edhe në këtë pjesën e Ballkanit? Leon paraprakisht 3 gjëra ti përmend në lidhje me Iranin, përfshirjen e 2 vendeve që u përmend më parë, si edhe të ndikimin e Ballkanit. Duhet të përmend faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me afatin që i dhanë Iranit në lidhje me angazhimet e reja, konkretisht në ishullin për cilin siç foli edhe zoti Puma, si dhe tentativet për të marrë kontroll
qarkullimin kryesor të mund të themi të tregtisë apo mund të themi shkëmbimeve tregtare që ka Irani me vendet e tjera përmes Ngushtisë së Hormuz.